Mirë se vini në epizodin e radhës të Fire Ngrit Podcast, sezona e 6. Sot e kena epizodin in-house epizod bashkë me Labin. Unë e kam me konë rolin e moderusit, kena e bu muhabet për shto ndodhit e fundit që ka ndodhët kripto, sidomos ajo që ndodhë nesër e ka për vjetorin një javë të kreshit. Urime një javor që i kreshit. Për ata që e festojnë. Lab, ka ndodhë një kresh, për mu, kreshi maj madhë që ka ndodhë në herë në kripto. Sidomos, në me thonë për periudhës që jam kështot aktivisht që me janë, në me thonë kështot 4 vjetë e fundit. Po ti, normalisht, i edhe ma herët, për vitit 2015-2016. Apo në full pak, qysh e prita, qysh të do ka, a është i që aty në për masave, për një me që maj madhin historit kriptos. Me këshyr me numra, po do këtë që po. Me folj me kanor temin, unë edhe ditë të thash edhe në stream premium që problemi jam tash se njeri sot tregton, sot mirët me treg, po lënë që probleme të reja. Problemi i ri që ka linë të unë është se kur ke kreshe atë natë, kom një shumë knatësi, edhe kom një 0% tut. Edhe tash në bazë çka e shesha, sidomos në premium, që jëm do shumë i knaqët është përgatitja që e kam pos komuniteti edhe reagimin që atë kresh. Tash me kanor të emin, nash ti mu me thonë që kjo mus më ka do kur gjë, po unë nuk foli me kanor të emin, foli me qysh do të me foli me regullin general, se në këtë rast të edin, unë e kom prit kresh, edhe kom foli për kresh, bile kena pos debat, që kena debatu për këtë aspekt. A e kom prit që shto jo, do me thonë me ndodhë mrena një ore, krej që kjo edhe me tra për shambull kojnat 80%, 90%, për një orë nuk e kom prit, kresh është të vërtet që kom prit. Tash, që do mu krahasimet pak u mysin, sidomos edhe në social media, kur isha edhe në Twitter e tjera. Me pare po, konë maj modhi, po e konë e arsye, se na veç jena në zonat më të nolta edhe në market cap. Edhe njerët sa ju hija, po kuptan, për shambull na mujna me mon me krahasu kreshin e FTX-it, edhe atër ka pos memes, po s'ka si që tash. Do me thonë, distribuimi parëv është shumë ma i gjanë, që tash edhe ka shumë ma shumë njerës në kripto. Tash normalisht që edhe me pare ka me konë ma i dëmshëm. Po, për me dit, kjo është menim jam, për me dit sa ka bot dëm një kresh, ose për me dit cili kresh u konë ma i fort se tjetëri, do të me këshirë tutën e njerëzve. E me tut njerëzve, kësi afrot kreshit e FTX-it. Se unë e di... Edhe koha rikuperimit për i kreshit e... U konë shumë ma e ka dashme. Kjo ke disysh, do me thonë në 72 orë, veç shvimet të këthy, gati që atër, po. Edhe do me thonë, kush ka dit me reagu mirë, u këthy në profit. Kena me dalë edhe të shkjapik, se... Kështu që nëse këshyrë për shambull kreshin e FTX-it, so në mojnë men ata, do me thonë, janë kujtimet fresta. Edhe kreshi lunës. Kreshi lunës, s'pi thamë kreshi Solonës, po ramja e Solonës, me të moda, po këpitan, këto ka ndodhë, po sentimenti njerëzve tuta konë në ekstrem e modhe, se sa tash, edhe tash ka tut, po qërën e tash nisan që po manifestohet, tut që tash, ka ma shumë mas kreshit, se so gjatë kreshit. Që tash për shambull njerës të ki shumicën të pavendëst, që ka me bo. Shumica dhe jenë të dojtë për i kripto, se ka negativitet, ka fud për shumë sen e tjere. Kështu që për me përmledh, po është me shifra është kreshi maj madh, po me sentiment, tonë e menoj që kreshi FTX-it, i Covid-i do konë edhe maj madh, me sentiment, me tut, se për shambull ti në Covid jetë është më mshelë. Po nëjse edhe në Covid për shambull nëse u konë kreshi 3-4 miliardë, në 600 miliardë, është shumë maj madh si shifër, se 19 miliardë në 4 ditë, po, që do shë me dalë. Me 100% në ashtë anime nuk del, po edhe kur të qështë sentimenti nuk është se e kena po, me njëherë u këthy tregu, po tash po du me dalë të një aspekt tjetër, se tash dalin, e kena prit, se kena prit sene. Na veç që nga konë mërgatit, në me thonë, kena fillu edhe mi largu pi tregut njerëzit, dikun një dhe ditë 2 javë më herët, që ka pas edhe pak natësi, se ta një ponë që shkoj bitcoinit e 126.000. Edhe jena mësu, 90-95% e njerëzve këshyrin tregun në time frame-at shkurt. Fati ka dasht që kema në ta në ekip që këshyrin tregun
këtë rasti, në time frame ma gjon, edhe që nuk t'intereson që ndodh periudha afat shkurta, po e këshyrë pasyrën e madhe. Është shumë mirë me ditë timingun e Krishna e dina që sune në gjendje me thonë. Edhe budallaki me një timing. Që kjo? Ti vetë personalisht ke lënë ordera, po dhe antarët e premiumit i ke detyruar si ka ndalë betregut me lënë orderat në zona që për një me na u dëshin pamundshme që mundën me ardhë. Se do si tregtues të ri, po edhe për shkak të sentimentit që kanë treg para kreshit, tu do ke pamundshme për shkakun e të ardh algo 10 cent, kur algon e kena pa na 2-3 muaj tu tregtu 20-25 cent, deri në 30 cent shoj. Edhe problemi është se na kanë zona tolta, përsa ata njerëz kanë menuar që s'ka ku bën më poshtë atë. Që kjo po du pak me kallëzu se thash timingun së në nxojna, po rëndësin me ditë me lon ordera, që ata ordera nashta kemi lon krejt ciklin pa i prej. Nashta si të pozicionuar shtreg, një rritje që ndodhë tja apete menon që ka me konë që në rastin dënë se ti ke lon so... Unë e marrë shambull, për shambull, në këto raste, unë e kam që me marrë shambull që kom përjetu vetë. Edhe e dyta që kom përjetu me komunitet. E parat e puna timingut. Puna timingut është budallakia më e madhe. Njerëz për shembull përgatiten thonë tregu, a kamera tregun shtator, a kamera tregun tetor. Çka të intereson ty? A kamera, a je ti përgatit për sa tramje? Ti nëse si je përgatit, sa dush ti pritet që kamera. Se ti si je tu përgatit për veti me kthyn fitim tanin, ose mundesh me thonë e komplet kreshin. E ke prit kreshin, po, a i ke ble, a i ke lënë orderat ju, se ke prit kreshin. Se është qëre, ka dallim të madh, me ditë me folë për trading edhe me bo trading. Për me folë për trading një plot, edhe të mojnë ligjerat edhe flajt lojnë, po për me bo trading një pak. Është dallim substancial. A i që bën trading, a e lën orderin. Që me që është shumë aspekt psikologjik jo puna me lën ordera. Është aspekt psikologjik, edhe është aspekt me besu vetës tane, si analist për shembull. Ai analist po bret crash po, unë në për çdo kurs që kena. Njëna pika që shpjegoj është mi besu vetës tonë, analizës tonë. Hipotetikisht. E ke prit me ardh kreshi. Edhe u ardh kreshi. Po ti se ke ble, si ke besu analizës tonë, ti nuk dëmtohesh vetë financiarisht, po dëmtohesh edhe psikikisht. Se han vetëm se ke ngu veten, apo kupton? A nëse lën order, edhe mos më tar sa rami ti je në rregull ka aspekti psikik, se ti treg mundesh më ka pa pet, mundesh me fitu më pak, po kapësh. Amo ti kishi ky rast, për shembull si kreshi, që unë mendoj që nuk ndodh më si kreshi një herë për një herë, ti kishi ky rast tani kemë kujtë të njëjtë, na jemi të po, për shembull, ju ka ikë njerëz kreshi hin Twitter, fut kundër Binance-s, jo kanë manipulu, po ti ka i sa dush, tregu nuk të kthehet, ty japet përmas ti me blen zona më tolta. Kështu që puna e timingut është sani ma i budallakav që mundet me një trader dhe kushdo koft, esenca është më përgatit për sa ato shape pret edhe mi besu planit tën. E tani tjetra, pse do të mi besu planit tën, sa do të mi besu planit tën, këto ka kushte, se s'mundesh ti për shembull me 2 javë ose me një vjet përvojnë kripto me thonë vëllai që është ndodh edhe unë i besoj planit tën. Jo se ti se ke fitu qatë përvoj halate, mas fali hala nuk i përgatitje profesionale në nivelli dur që ti me thonë një mendim, do me thonë që dallimi është si na ta me ditë në shmim për shambull. Kështu që për mi besu analizës tonë, janë edhe do kushte, janë do të me mësu analizë teknike, fundamentale, në qenë, me ditë pak, jo pak, por shumë aspektimin e psikologjisë, ta një gut feeling që është, gut feeling nuk të ushqet ajo vetë jo, ti do është mi osil që ato për me ushqyje dhe gut feeling. Po se ramjen, me kështu teknikisht, e kena prit ramjen, po jo në pikat, u kon kapitolim i altkuj, shumicës altkuina, kena pas altkuina caktum që kanë shku dhe 0.01 cent, jo 0 cent, po 0.01 qifti atomit, më thonë prej $4, sa ke, ajo është, kjo punat e Binance, ma shumë problemi API-it Binance-ës, u shike që është se a konë manipulim, asu konë manipulim, nuk në takën... Nuk ka kombinori të zbën manipulim. Bon manipulime në stock market të në qëta, që mindseti viktimizimit. është mindseti ma i keq që ti mund është më posë, jo vetë si trader, po dhe si person. Të ka ik tregu, me në gjojën një strategi tjetër që është mund gjitë treg, lemës e vajtë, se kur gjojës, kur besit nga në, del të nditin që tweeta për Binance, në shaje Binance, si do mos nëse e shqiptarë. O asë në hartë nuk jetë ato, po kuptan,
trejderat e mlaj nuk hinë hart tankesave lemo të pipi Kosovës ose pipi zonave. So për trejderat mlaj, ne posh e këqesh akush ashtu e kritiku e tu e sho, e posh dhe tash edhe do të vida që janë nisën pak me ndru qasin edhe ndaj Binanzës, jo do të mu nisë prej asaj mu përgatit vetë me mindset që ka me pas kresh, mos me lëmë fajnë asë një kambimurës. E cike the, nuk pres mu që qmimet nunën më ardhë në qatë zonë që qatë kapitullimit. Qa fred mas shtrikresh. Po flas me këto, me qëtu ramjet e mdoja, po flas me ramjet e Coinbase-it. Se Coinbase ramjet në konë matë menagjume. Po du me folë tash qëto në periud afat mesme, so 2-3 mujtë arshëm. Qa pret pi qëre, mu mas pari të rege të më lonë djenja njëjtë si kur mas kreshit FTX-it. Ose me thonë ma mirë, ka mënyra që shë observaj, përsho që jenë të njëjtë atuta, se që edhe mas kreshit FTX-it ka pas vazhdimisht lajme të kësia. Jo po ka më bo ligjet, recesioni, ajo kjo kursionar. Sidomos recesioni konë shumë tema aktuale. Kursionar, dhe, që ta po thomë ne, këto lajme, edhe kom thonë gjithë, salet ka lajme negative shumë, më sotët, njeri tutet apet, apo këpëton, unë e vetë tutna për shambull, se ti kushtim parën lojë, normalisht i tutësh, po veç në alesh pak edhe me nën që gjithë skenari njëjtë, kur foljet shumë kesh, tregu ecë, kur foljet shumë mirë, tregu bjen, edhe kjo vazhdimisht është të dëshmu. 90% raseve që ka ndodhë që 2-3 vjetë e fundit. Për deri sa, une jam, është të më epshit në gjenë tregu, që është të vepru si kur ka ndodhë kreshi FTX-it, mas kreshit, që njerët kanë post tut madhe, zdi sa kanë nejtë firë ngridje në firë, edhe në ekstim firë. Zdi sa me muj, nuk o dalë pisat uhet. Unë e mënej që tregun këna me pas që shtot, dhe më thonë kam me pas shkundjet vogla, sa me i largu durët e dëpta, po unë e vazhdoj me besu në ata që këna me pas altësizën, po gjithashtu mënej që nuk e mërin altësizën shumë mica, e mërin pakit. Po, që në edhim që se edhe në përbulran ka gjithmonë pullbeka 20-30% që jenë pullbeka të zakonshëm. Dhe që jenë gjithë pullbeka që do të më ble, më përgatit për fazën që vjen mas ati pullbeka. Në tashin ato e po që ceke dhe ka tash frikë, normalisht që ka frikë që është edhe qëllimi që atyne që kanë manipulu dhe jenë që të pikë tregun. Se ka pas shumë në edina, shumë manipulime, së rami ndodhin për mi resetu sidomos pozicionin futures. Se $19 miliard u likuidun, ku 16 miliard për tyne kënë longsa, 3 miliard për tyne kënë që jenë konë short. Se ka pas për atyne që e kanë pritë short me shku bitcoin dhe 100.000, 90.000, po shumica e konë pozicionum me që menjen që ka me pas altësizën, ka me pas ngritje, sidomos se kena cek edhe në për live streama publik. Kur shkej dhe 127.000 edhe hajra në analizën e vetë, që aje kësyrë me likuidime. Edhe shumë mirë, do me thonë, në shkejmë shimi është edhe publik, më në të po gjithë kush. E të regon që pret deri 127.000 me shku më mri likuidimet, edhe me u këthy mrapa. Për që ta thëmë, edhe teknikisht, u pritë ramja, se kena pritë deri 113.000. Qarti gjithë e jep lajmi më herët. Ta një gjithmonë ka me dalë një lajmë që ja bashkangjesin, kur dojnë me manipulu që ato, që ke lajmi i Trumpit me Kinën, i tarifa. Kërka nuk përshtatët. Na e dim sidomos, tregu është të absorbu non-stop lajmet e Trumpit shumë me tarifa, se pedin u e kanë mësu edhe mindsetin e Trumpit. Del me një vendim në ashtë negativ për tregun, mas 2 ditë të rhekët, që me njëherë e këthen tregun. Sot i në të pot një të nëse, nëse Trumpi ka para lajmëru një lajmërim publik, në ora 9 mrami ka me ndodhë, që përputhet bashkë me një avorin e kreshit. Edhe jena të pot sot tregun, bitcoinin preku edhe në 110.000 hine. Pa siguri. Tash, unë po du me thonë që ashtë qëllimi tash, i që atyne që manipulojnë tregun, halo dhe me thonë, nuk jënë dalë mi aftu shumë njerëz, pi tregut, që me njës tregun... Qëre me matë me komunitet tonin, i delë që po së jënë dalë. Amo komuniteti jonë do të pas parasysh që për qitë moment të përgati që 2 vjetë, minimum. Edhe kanë reagu mirë në kresh. Me matash, me konë për një me, që shpothoj njerë se këna ble dipin, fire dhe griti se shkon 22. E shkon manal, dhe më thonë është të rajt. Edhe herë me kalume, për shamë, në kresht FTX-it kërë konë. Njerë që shto kanë thonë, një në pozicionu, në fund të da që si në pozicionu.
edhe ka vazhdu Firi, do me thonë skori i Firit, thash, me nejt me muj në qatë pozicion, se njerës të në tut me shtipare. Kur ja ka njës njerës me shtipare, o konë, kërë shku bitcoinit të 40.000. Edhe ka nejt, për shambull, më në kujtojtë si sëtë, ka ra 15.700, kush ka mbrej 12.000, u hyp 20.000, njerës kanë menu që ma u kry, ajo këthy apet, deri nëse s'ka bëj 18.000, edhe ma nuk u këthy kur. E maj menë edhe këtë pritë që prap 5-16.000, mos më pozicionu, deri sa unes për 20.000, 18.000, dhe 30.000. Njëti sant e ki, njerës kanë me prit, me orë më shrelë që a i viki poshtë, me blenë zona ma tëllta, ta shkë është menimi jam, nuk e këshilë financiare, po menimi jam, edhe në mënej që të rego shumicën në njerëzve ka milion njerëz, që shilë janë vazhdimisht. Tani, kur hinë ta njerëz, është kur gjenerohet profit të ata që ajnë pozicionu herët, që këta morë se exit liquidity edhe mu bo që ata apet kurbanat e qëti cikli. Që atë që me përtheku përshë se nuk në ra dhe live stream publikat e që me për to, është, në më thonë që kompletu menaj që përthekum që pjesën e kreshit, jena të i po levizje të qopi që menaj që haloj jem ka dujnë qasë njerëz me qitë milion njerëz jashtë lojës, po edhe vetë personalisht jam optimist që kina mi pas një 2 mujtarë shumë të mirë, kushtin zen, kam një shpërly shumë, kush ka dit milion ordera. Kush ka ngu. Po, kush ka ngu. Për që atë isha mas shumë të me diskutu punën, se thash e pret kreshin, po sa është të rëndësim, se e dina që mund nuk mund është me nëzonë të as me market buy, qmimin që bjenë nëse ke prit kreshin, nëse ke thonë në poplas kresh, edhe nuk e lanë orderi bjenë që se ke prit kreshin. Si ke besu që se kreshi nuk vjen kur dënë ti, ose nuk e ka me thonë një kohë që në qitë kohë pritit më ardhë kreshi. Po ti nëse pret kresh, pret generalisht, i lanë orderat, edhe tani pret me të filë se ta ordera, po ti nëse s'ke lanë ordera, se ke prit kreshin. Por të këshesh edhe timingun e kanë pas perfekt, se e qunë dhe 107.000 me menu që për një me një të një pom target atyrë, 135, 140. E kena pas atë ramin që ke 108.000, sa shke bitcoini. Ke Twitter u këthy birësh. U këthy... E për 102.000, 103.000. 107.000. Krejt Twitter u këthy bullesh. Kërkun s'ke po. Ta shapet krejt Twitter i birësh. Ta jep mesazhin vetë jo, ati që s'dojnë me kuptu, edhe që tu të është tjetër sen, ama mesazhin ty për të jep të rego, mës me nësi shumica, shumë e thjesht. Me nësi pakica, kur që, na kërë nga dalë për të rego të sake, sa kom bitcoini, 120 mi. Qa ty konë të 121, si ka prej 4 trilion market cap, edhe kom thonë 4.2 trilion e maksimumi. Edhe në kom shumë grë, për mu, u prej këtë targeti, ta është veç presum. Për mu, veç dita ditës o konë kur ka mordë ajo, kur ka mordë ramja. Unë për të thëmë, kresh për një orë s'kom prit, ama kom prit ramja, kom prit, se përsa ta i kom qitë edhe shmimet ma tëllta, ato në grëp. Edhe u ardhë. Pse se të dëshmu psikologikisht që një ramja ka mordë. Për neve është shumë e rëndësishme. Qështë do të me kom për çdo trader dhe për çdo njeri që në kripto. Ma rëndësishme është më mënu, sa ma pak pare, mi dhonë të regut, sa ma shumë më mënu me bëha take profit, do me thonë, se sa mi adhon krejt pare të regut për shkak të lakmis. E shumica e njerëzve për shkak të lakmis këtë profitin të regut ja dhojnë. Kur është ku bitcoinin 126.000, 127.000, këtë njerëz t'i ke pas super bullish, do me thonë, kërkur s'ka prit ma që këthet, ka pas tweeta që mo pitëridera të fort, që mo së mblen bitcoin në 150.000, po që e blen, se të regut s'dvet. E ti dush më përgatit me konë i gatshëm për çdo skenar të mundshëm. Edhe pari apet me përsëriti. Rregulli kryesor, parimi kryesor i artë e çfarë dush thuj, vetëm në qysh nuk mënon shumica. Edhe jenë rregull, ama për me ardhe në çetvar niveli, të vim pak përgatitje, se nuk të vjen kjo me të pikë veç hajt edhe përgatitje dhe me përjetu të paktën një 2-3 cikle në cikle. Se ta japim përvojën, e din çfarë mund me të ndodhë. Kur të këshesh timingun kur ndodhi kreshi, se qatë ditë që ka ndodhë kreshi, kam pas me u aprovu ETF-at, spot ETF-at për Solanën konkresore, XRP, Doge edhe Litecoin-i. Litecoin-i e boni një lëvizje, Solana boni pak lëvizje, edhe tash, na këtë mundë në veç me folë, me thonë që nashta
edhe ishin aprovu, edhe kështu ndodh kreshe që me nxon masën, se këtë e din që kur të pritën aprovimi i ETF-ave, zakonisht është lajm bullish, po që ky shutdown i qeverisë, që tu vazhdu që sot ditë, që menoj që se e kumë qyr pak historikisht që është puna e sojna, kur po zgjat ke ma shumë, tani më si s'ka makro data, tregjet zakonisht po leveritin pozitivisht, se tregu gjithë është çopja ka ramje, sidomos kur pritën dhona makroekonomike, se jo investitorët e mëdhej dalin prej pozicioneve, puna që nuk e din çfarë mundet me ardhë. Edhe dalin prej pozicione, fshesin, bin çmimet, po është kavonuar që shutdown, që është i vënuar shumë sa, nëse ka pas me ta rezultatet e CPI-s, nuk ka rezultatet e CPI-s, e tash edhe Powelli dia lajmëroi që do të pas rate cuts, edhe të paktën edhe 2 tjera kanë me kon, po e përmend edhe një sen shumë pozitiv që ke puna e likuiditetit, tha mu nal QT-ja, që është me Fedi kur nxjerr parë prej tregjeve, nuk e përmend QE që unën me nis me shti parë të veta Fedi me lshu parë në tregje, po që shkon shumë pozitive, po tash nuk e dina sa ka më zgjat që ky shutdown, se nuk a din është investitorët e tregtues janë si në mjegull, as nuk e din ç'a mundën me prit, sidomos tash edhe në rastin a din kur thonë ti përzin këto kabullat, kreshi, shutdown i qeverisë, tash analizat për të qetë nuj ne tash këtë tutën e kanë nëse çka ka me thonë Trumpi, normal, se bazohen lajme. Po, sa e përmeni pak që nashta jo me Kinën, pra me vazhdu këto shkëmbime tregtare sene, dul dje, tha jena në një trade war me Kinën. Tregtare. Sa është e rëndësishme për një tregtar, se investitori i shmon këto lajme. Investitori nuk i interesojnë lajme që ndodhin përditshme, sa ai ka investu, edhe që thot i ka zonat e veta, floka le të bëhet çfarë bëhet. Sa është e rëndësishme një trader me i shmong këto lajme këtej. Shumë e rëndësishme. Është kruciale që i thojmë. Unë nuk mendoj që je trader i mirë nëse përcjell lajme. Bile mendoj që nuk je trader hiç nëse përcjell lajme. Ti nëse din chartin vëllaç, çka ke me hi me këshyr, çka thuhet në investing.com në ato far MSNBC edhe kanale tjera ku ka lajme për tregje financiare ose për kripto ose çka do të tregton. Ti e këshyr chartin, ty të intereson charti, edhe s'të intereson kur gjë hes tjetër. Sidomos në raste të tilla, kur ka krizë, kur ka tut, ti do është sa më shumë që thonë anglisht me largu zhurmën, remove noise, mu shkop prej lajmeve për gjithë shkafit, mu kap veç me chartin. Po tash, qëre, problemi është, një problemi madhë është të traderat, që traderat e shohin chartin, edhe këto unë besoj që kushtenin këtë podcast është trader, e ka përjetu, edhe nëse dikush s'ka mledhë me në hala, vazhden me përjetu. Është që aje shet që charti për thot që ka ramje, po nuk merr mosa, sa i dën me po chartin qysh po dën kë, nuk dën me tregtu që për thot charti, ose charti ka thënë që ka rritje, po kjo opozicionu birish, ti si interesën që po thot charti. Kjo mundot me gjithë 100 arsye që qaj qartë ka me hecë, aty shumë thjesht, charti ta jep, a den qysh, esenca veç mos me kompliku, qërë në mënyrën sa ma thjesht mëndshme, qka po të qetë charti, qka po të thot charti, besoj që asaj. Nuk i nevoj me shti indikatore ato, veç për me mbështet teorinë tane, apo kupton? Po, qatë të qarti që ato, këto esenca me pas sukses në trading është me tregtu shka t'jep tregu, jo shka dën ti, se shka dën ti s'munësh, harru, e unë menoj që një pjesë e madhe traderave shohin që to, po nuk kanë qef me pranu, së është smuja tjetër e traderave, që është ma qef kanë me pas mirë se sa me fitu pare. Po, e që to është tani, po, që mja qëllu. Për shembull, ka shumë raste, edhe çka kam lexuar, edhe çka kam pa, edhe çka kam ni, kur traderat e kanë ditë charti ja ka thonë që ka gabim, diçka, ai ka mbet në çato, vetë pse i ka ordinati me pranu që ka gabim. Tani kjo gabimi tjetër. I nati me tregun s'ka, unë nuk mendoj që dikush u hin kripto për teknologji, as pse mirë to, as pse se vapu marr me to, po u hi me bë pare. E nëse u hi me bë pare, do të me këshyr tregun e kripto dhe çdo treg tjetër, edhe me tregtu çka t'jep ai, jo çka dën ti dhe çka ta merr mendja ty, se çka dën ti dhe çka ta merr mendja ty, nuk mënesh, se përsa ata tani dal
i lakt për kësaj pune. Edhe përpos që dali lakt ka aspekti financiar, kjo punë dhe në të bëhet dëm edhe psikologjikisht. Edhe tash nashtë një pjesë e njerëzve këto nuk mund me pranu, që i të shkakton probleme psikologjike, por nuk e pranojnë se nashtë tregtojnë me sasi të vogël. Se le të marrin do libra, le të lexojnë, le të shohin traderat e mëdha që kanë tregtuar me miliarda për shembull, ose edhe me miliona, e shohin çfarë pasojë ajo ka lënë. Kështu që do të më mbledh mend, do të më kthyer qartin pa emocion, do të mos më lidh me kojna, ti je këtu për me popore, po të thot tregu ka më shku të poshtë, del, prit. Po të thot tregu ka më ecë nalt hen. Me tani krejt to me përthëkuti si analist, nëse i beson analizës tone, jenë rregull, edhe nëse ki gabim, po i të jenë rregull, se mësën pi gabimeve. Tani ka mënyra tjera plot që edhe i spjegoj, për shembull framework aty do të më marr vetëm pyetje etj për trade, apo që këto nuk është vani duhet për me spjegu. Që më vjen që lajmin këta e presin bashkë ato kur janë nis çorti me dal tamam analiza që ke pas, sa më janë çit një tiket çasoj në stiker. Po, që me ta mush menjen, që nashta po realisht, po ndikoj ka dhe lajmi në treg. Na vetë çorta ti kena kshyrë dhe kena di që kamera. As na kanë i me ngulojmë as kur gjë heq. Edhe u dal. Edhe tash kur të kshyrë stikeri ke kjo Trumpit me Kinën. E pom që një 2-3 javë ditë qysh po do këtë se zë janë rullin e kejo elit. Se la ka pështu me do e nisi me do kolla, po tani veç ajo është tani aftësia tjetër me ditë non qenë mi lezu. Mu qysh po më do këta? Po. Edhe qështu do veprimi i fundit i Binance's me koqa pare janë nëse me kompenzu punën e domeve. Disa ndët me kuptu, kripto nuk ka njeri ma të fuqishëm se CZ-ja, edhe që drejton sentimentin e apo duke që ka ditën fuqi se Moski që pat në 2021 edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Unë e mendoj që ka për kripto, ka fuqi ma shumë se sa Trumpi. Po flas për Temosa, jo për mrenshma që më nëshme po. Për Temosa që se shkon fjalla ma shumë se sa që shkon Trumpit edhe krejve. Po, menoj që e ka dëmtu pak PR-in e vetë, kote e fundit të umor me shumë sene. Se CZ-ja të edhe, nuk ka njeri që nuk e mujt me bo interaktivitet me tonë Twitter. Së di replikan plot njerëzve e tjerë. Do më thonë e ka hub që atë farë PR-in e vetë që e ka pos shumë serios, po apet vazhdojnë me ka një prej figurave kryesore në kripto. Edhe për këto do më thonë që e shfrytëzon autoritetin e vetë e tjerë, normalisht e shfrytëzon për me që kompaninë e vetë për para. A duket që e ka pas një master plan mbrapa lansimit asterit? Unë nuk menoj që këtu, sidomos sanet në high level në kripto ndodhin rasisht, kështu që po unë menoj jo veç për ata, unë menoj që edhe me kthy narrativën e mimsave dhe tjerë në Binance u punu ka gjagat, u punu bo Binance Alpha, Binance Wallet, edhe këto sene. Plus tash airdropi që vëllon është sen pozitiv, se në kupton që për shembull mund pengon kur ka pa drejtësi. So shumë njerëz kanë hu pare në Solana, në Cosmos ekosisteme. Gjithkund kur suqu asnjëna me thon po bojnë fond të rikuperimit çta që kanë hu. E lexova një san interesant. Binance edhe një herë kish pas në 2017 në fond të rikuperimit, po ke shumë interesant CZ-ja e kallzoi kur do të thonë çat ku kur u lansu platforma e Binance-s, exchange. Edhe kishë ndodhur diçka në shtet një edhe kanë humb njerëzit, po që bënë share. Që bënë share. Që tha 15 milion i kishëm raise, këta ekipa më veshin 6 milion më u kthy njerëzve se janë dëmtu, po çka ke mas interesante ke çka do të thonë ka 6 milion, po çaj 6 milionsh ja ka rrit, do të thonë ja ka shumë fish numrin e shfrytëzuesve, ja rrit PR-in edhe me thonë tamam me përkthym pare, çaj 6 milionsh ju përkthyn 100 miliona dhe sot e bën exchange-in, sot është exchange-in numër 1 në botë. Jena të po deksat janë të marrë të rëmpi ceksave. Koqa shumë, sidomos prej që ka dalë hyperliquide, tashme Asterin, Bybit e qiti Apexin, Coinbase e ka në Coinbase e qiti një tjetër
Vanguard, as ishte pat emnin, a menon që Deksat halon mund me fitu terren ndaj Ceksa, sidomos mas ti kresh mas ti fudi që ndodhi. Qëre, Deksat sot e qenë mirë, user friendly e kanë nivel shumë zero. E njerëz retaili dën user friendly platforma që mundet me përdor lehtë. Një prej arsye pse ka dhënë Binance në 2017 është se Asterit fjalë se sumkaro me shumë user friendly. Asterin po përfdojnë tani te puna e tjetër. Sot do që njëri njihet e sigurt në Dex, për shembull. Njëri dën siguri. Në Dex, po flas për ose më mirë me thonë njëri dën përgjegjësi. Në Dexa s'ki kujna i li përgjegjësi. Në Ceksa, edhe pse na s'ki çaban asnjë. Po, çka më e rëndësishme sot, a më e rëndësishme që me li përgjegjësia, privatësia. Për mund me nejt përgjegjësia. Se që i hupet i parët, Dex është edhe trasvalleti. Të hupen seed phrases. Po. Qa bën? Po tash ja ka nisë edhe këtë aspekt me rregullu. Nuk po bojmë me seed phrases, po me email, po ta dhojnë mundësinë e rikuperimit valletit. Po, anë në rregull. Po. E kjo rikuperu valletin. Ta kanë hakirat valletin. Çka bën? Po s'ki kujnaj, atë mos s'ki kujnaj drejtor. Apo kupton, nëse kishte atë furt për shembull, ti drejtor të Ceksit, edhe nëse Ceksi shkrim punë, e çon gjë çato. Çato pore ku janë, ku hin vallet ato bllokohen. Të paktën se lën më knoq as hakerin, as hajnin. Po. Çere, unë jam për Dexa. Normalisht se kripto është më shumë Dex se sa Cex. Çajo kon edhe ideja fillestare, privatësia. Ti shinkon sa në çu nis, po. Në rregull, po sa në ka ndryshuar. Kështu që, masi sa në të ka ndryshu, ma mirë është me dhonë përparësi dikon ku mund është me morë përgjithësi çka po ndodh, se sot të dikush që së në shkruan asnjë email. Po se çash është u bë një luftë republikane me demokratë, se demokratë janë kundër Deksave. Puna që sipas tyre është mundësi më e madhe shmangjes spi taksave, mundësi më e madhe keqpërdërimit. Kjo është nivel shtetëror. Se Deksi ta garanton privatësinë, se Deksat ka Deksa që po ta lypin edhe sot KYC-n. Tash më kthyn në Gjenez. Na e dina që edhe Deksat bojnë punë kësa që është me thonë dyshemta. Ka Deksa që ja kanë bloku paret njerëzve, ja kanë zhduk paret njerëzve. A veten, do me thonë, nuk është bash qaq poster as ka Deksa. Po, se u ankoj kë James Wynn që i famshme, që u ankun hyperliquidin, e se të ne e kena spjegu dhe në podcast, jo me labin tjetër, që Gjeneza këtë qasaj që është lindja Asteri, pa të konë kë James Wynn që anku puna që lypet privatësi, për puna me mshef orderat, dark orders me konë. E të një tweeti edhe CZ-ja, të një sot dull Asteri që ja u mundësën që të traderave. Në shumë podcasta kena dhonë propozime për altcoin-a për altcoin-a ndryshme se ku me investu sene, mas edhe na pedim që jena në ashta faza e fundit e qësoj e si cikli, në ashta jo një top i ciklit, po të pak të mundet me ndodhë një local top i cikli, a që ndronë halom rapa altcoinave që i keja publikisht. Si, këtë e din, altcoinave tu të preferum, qëre jo të preferum, se e kia ato që nuk bërë më lidhë për një, se ti e ke pos, Algorand edhe Sonico. Po, halom me nëj, edhe si do më është Sonico, na shumë të Sonico fot njerëzve veç një krasim bën jau njerëzve se ti ke përjetu edhe Fantomin. Do më thonë e ki përvojnë e fresë edhe për Fantomit. A u kone njëta, do më thonë a i ka pos tujset njëta të lëvizje Fantomi si Sonico. Unë e kom qitë një qartë edhe në Twitter, kërë pa ta repliku diçka për Fantomin, është me një zonë që gjithë u orën qatë zonë për shkak i fundit, edhe gjithë ka reagu për qasoj zone, si shkak tani sa në fëmira. është në qatë zonë, por reagon për qasoj zone, të e përjashtu kreshin që ndodhi, po edhe të kreshin. Për shembull, Sonic është një pikujnave me rekuperimin më të shpejtin edhe më të mirë. Kështu që unë hala jam mas Algos edhe Sonicut, tjera s'pi përmeni, për shkak që i kom përmeni edhe më herët, kush i ka mojt me në mirë, kush i ka mojt mirë. Po edhe këto që kena folë në për podcasta dhe video që kena bon, nëse njerës të kanë ngu, ishtë dashtë me kom të përgatit për qitramje, nëse s'kanë ngu, apet për veti e kanë. Unë hala besoj edhe shpresoj shumë që all season ka me ardhë inshallah. Deri që tash është ku krejt në bas plani që shim të e prit.
tash ka me të veç me ardhe dhe ngritja dhe me kry këtë cikël, edhe me vazhdu tani apet me cikla tjerë se kripto nuk është veç bull market, është sidomos kur dën me build, është bear marketi që ka teren shumë atë përshtatshëm se sa bull market. Bile e poshtë një sen, tha në bear market kum bo pare, interesant, tha në bear market tha kum bo pare, kripto në bull market tha i kum hup kejt. Kështu që është bear marketi terinin e ka shumë atë thjeshtë se sa bull market. Po, se lëvizjet janë ma të parashikume. Ma të parashikume edhe nuk ka shumë manipulimi që shkon bull market. Zakonisht manipulimi atë më ndodhi në bull market. Pyetjen e fundit. Për sot. I din ato ciklet 4 vjeçare tregut. Cikli kriptos është pak më ndryshe se i stokut, se stokut bin, po ma pak vrihet bear marketi. A mendon që edhe faza e bear marketit në tregun e kriptos ka me ndryshu për bear marketave të kalum, ku na e dinan, bear market, sidomos vitin e parë, një vjet, senet rrinë që thojnë flat, s'li vrit kur gjë, nuk ka lëvizje, s'tjep tregun e i, a në që ka me ndryshu pak? Unë e kom po dhe kom lezu që njerës që ka nisë me qitë ideja të reja, që s'ka më cikl 4 vjeçar, ka cikl 2 vjeçar, dikush po thot ka cikle mrena një vjeçarit. Po, mini cikle, që nuk mohohen, mini cikle s'mohohen. Po nëse flasëm për lëvizjet mëdha, unë jam halja old school, menoj që çdo 4 vjet, cikli 4 vjeçar ka me vazhdu me kon kripto, edhe menoj që edhe bear marketi ka me kon njëjtë. Unë e kam pak qasjen tem ndaj tregut kriptos, qasje që shukon fillim old school, mund me ndryshu arsyet, mund me ndryshu format, po cikli do të më plotësu. Edhe për çata njëra për arsye pse unë mendoj që ka me pas allësizën është se do të më plotësu cikli me allësizën. Po se ciklin e kriptos e kanë lidhë gjithë me halving bitcoinit, po tash halvingu mo nuk e ka rëndësin që ka pas punët se jenë të bërë shpërblimet. Vjen shpërblimi për majnera, edhe hupat jena ofër të asojna. Në fundit s'na intereson, a është halvingu që e bjen, a sebeb halvingu që na bjen rritjen, a i të fëja ta shkan. Neve na intereson veç a na vjen rritja edhe a na vjen ramja. Që të dyja, se tjetër se s'kena nevoj më fokus. Nga falenderit shumë, i rakum ka gjatë do tema, që besoj ka me konë të rëndësishme me i ndëgju prej aty në që ka me ngu podcast. Edhe bitcoin i rarë në 110.000. U këthuja peta, se 108.000 qëtar. U qelë stoku mirë, u pretë këtë që me këcy, shpresojna që reagon mirë për qëtuit. Qka shke për podcastin sot, deri në epizodin e radhës, juftojnë me ndjek këtë epizod të sotit. Miron të gjofshim.